Alba Story prezanton. Jam një grua 39 vjeçe dhe kam një vajzë që ajo sapo ka mbushur 20 vjet. Para një viti, kur ishte 19 vjeçe, sapo kishte mbaruar shkollën dhe filloi të kërkonte punë për të pasur lekët e saj të xhepit. Përmes një shoqe sime, i gjeta një vend pune. Ishte një punë shumë e mirë në një pemtore në vendin ton, ku shitenin fruta dhe perime. Nuk ishte nga ato tezgat e rrugës, ku të binte dielli në kokë apo pluhuri i makinave. Ishte një dyqan i vërtet, i sistemuar bukur, i mbyllur me dyer e me xhama të mëdhenj dhe kishte kondicioner brenda që punonte gjithë ditën në mënyrë që frutat të mbanin freskinë. Për një vajzë të re, ishte punë e rehatshme, sepse nuk lodhej shumë. Thjesht priste klientët, peshonte mallin dhe bënte pagesat. Pronari i kësaj pemtoreje, pra drejtori i saj quhej Tiku. Ishte një burr, moshatari imi, rreth të 40-tave, që e mbante vetë dyqanin paradite, e vajzën time e linte të punonte aty pasdite. Vitin e parë, gjithçka shkoi shumë mirë. Vajza ishte e kënaqur me rrogën dhe me ambientin. Por, tani që hyri viti i dytë i punës, gjërat filluan të ndryshonin. Ajo nisi të vinte pak e mërzitur në shtëpi, apo si e lodhur. Hynte nga dera, e linte çantën në korridor dhe nuk fliste shumë. Si nën që jam, e vija re me njëherë që diçka nuk shkonte. E fillova ta pyesja. Çfarë ke? Çfarë ka ndodhur sot? I thosha unë. Por ajo nuk më tregonte asgjë. Mblidhte supët dhe më thoshte thjesht, jam pak e lodhur. Unë e dija shumë mirë që ajo po më gënjente. E njihja punën e saj. Pemtorja ishte e mbyllur, ishte me kondicioner, ajo rinte ulur shumicën e kohës dhe nuk kishte ndonjë fluks të madh njerëzish që ta raskapiste. Nuk e kuptoja dot se nga çfarë lodhej. E ky meraku im vazhdoi për disa javë, derisa një ditë e kapa mat. Ishte pasdite, ajo ishte ulur në karrige dhe po shkruante me dikë në telefon. E pash që po vinte buzën e gaz teksa lexonte mesazhet. U bëra kurioze dhe u afrova Tinës mbrapa saj për të parë vetëm emrin se me kë po shkruante. E kur i hodha sytë tek ekrani, pash emrin Tiku. E në atë moment mu përmbys bota. U bëra shumë e nerva. Tiku ishte 40 vjeç. Kishte fiks 2 fishin e moshës së vajzës ime. E atë natë nuk me zuri fare gjumi. Rrotullohesha në krevat nga meraku dhe shqetësimi. Mendoja me të keqen, se mos vajza ime dhe Tiku ishin lidhur bashk. Me vinte shumë inat se si një burr i pjekur mund të përfitonte nga një vajzë e re 20 vjeçare që kishte marrë në punë. E vendosa që këtë problem ta zgjidhja vet, pa i thënë burrit që të mos bëhej ndonjë shamate madhe. Të nesërme në mëngjes unë grita herët. Vajza e fillonte punën pasdite, kështu që paradite rinte vetë Tiku, ndërsa vajza ime flinte deri vonë. Mora makinën dhe shkova përpara shitores së tij. Parkova aty pranë dhe ndenja brenda në makinë e veshgoja nga xhami. Prisja derisa klientët që ishin brenda
të bënin blerjet e tyre dhe të dilnin jashtë. Doja të bisedoja vetëm me të. Prita një gjysmore deri sa pash një grua që doli me 2 qese në dorë dhe pash që dyqani mbeti bash. Dolan nga makina me njëherë e u futa në shitore. Hapa deren me shpejtësi e hyra brenda. Tiku ishte mbrapa banakut dhe pëmbante një gajbë me patate në duar. E mbylla deren e kur pash që Chelsea ishte aty në brav, e rrotullova 2 herë që të mos hynte njëri tjetër, sepse doja të flisja për vajzën time e nuk doja ta bëja gazin e botës. Tiku me njihte shumë mirë se kush isha. Kur me pa që mbylla deren me Çeles u habet. "Çfarë bën? Çfarë ka ndodhur?" me tha ai. Unë isha mbushur me inat nga nata e kaluar dhe ja ktheva direkt. "Ta tregoj unë ty se çfarë ka ndodhur. Si ore burr 40 vjeç shkruan me gocën 20 vjeçe", i thash unë. "S'ke pik turpi të lidhesh me vajzën time." Ai bëri një hap prapa, pa lëshuar gajben me pataten nga duart. "Jo", me tha ai, "je gabim. Unë s'kam absolutisht asgjë me vajzën tënde." "E di ore i uruar", i thash unë me zë të lartë, "sepse të kam parë vetë mbrëm që i shkruaje e ajo qeshte. Me mirë të me kishe shkruar mua, edhe pse jam e martuar, se sa vajzës ime." E thash këtë fjalë nga inati që kisha, thjesht për t'i treguar se sa i papërshtatshëm ishte veprimi i tij. Por ai më ktheu me një përgjigje që nuk e prisja fare. "Po mirë", me tha ai. "Nga sot e tutje, s'do i shkruaj me kurr, pra me jep numrin tënd, atëherë dhe flasim bashk." Ngela e bllokuar për një sekond. Kjo kthes në muhabet me çoroditi krejtësisht. E pash aty përballë meje, akoma me atë gajben e patateve në dorë dhe më duk që sharake. "Po çdo flasim ne o i uruar", i thash prap. "Ti njëherë ule atë gajben nga dora, se ngrive në këmbë që kur hyra brenda." Ai e uli gajben nga dal mbi dysheme e më tha: "Po me trembe, prandaj dhe mbeta kështu." "Po kaq shpejt trembësh o Tiku?" e pyeta unë. "Eja njëherë këtu." Eja ulemi te këto karriget të këtu. Ata kishin 2 karriget e vogla druri afër arkës. U ulem te 2 aty. Inati i madh me kishte kaluar disi nga jo përgjigje e çuditshme e tij. "Po hejher, qa të duhet numri im?" e pyeta unë. "Kur ti ke kaq frikë nga unë, sa rri me gajb në dorë." "Po frikë ndoshta kam, ama i turpshëm nuk jam unë", tha Tiku. E sa po tha këto fjalë, ai u ngrit nga karrigja e tij, mu ofrua, ma kapi fytyrën me të 2 duart e me puthin e buzë. Ishte një veprim i paparishikueshëm. Nuk munda ta shtyja në kohë, sepse ndodhi shumë shpejt. E kur e shkeputi puthjen, unë i thash: "Mos me puth këtë ore, sepse e ke shitoren me xhamat e mëdhenj dhe na shohin të gjithë njerëzit nga rruga." "Po eja pra", më tha Tiku, "eja këtej pas këtij korridorit, se s'na sheh njeri aty." Unë ngrita nga karrigja, e shkuam aty pas korridorit, ku mbaheshin arkat bosh. Aty s'na shihte askush, e filluam të putheshim prap. Po putheshim me vrull. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.